Kur shkojsh në dorë, ose në Velipoj, këtu e kanë qaqije. Ku e kemi marrë dorën edhe pipojmë taman si Shqipëri, më të mira se shpeta. Këto janë më të preferuar tash për këtë kohë. Përshëndetje, tash është veç që ka fillu sezona e senet nxehta, na përgatitemi pallaqinka, kupa, misër, edhe kemi një prej më special pet llaçasti. Ku e kemi marrë dorën edhe pipojmë taman si Shqipëri. Kjo ka pak maqinën ma ekstra, që kemi marrë. Këto janë më të preferuar tash për këtë kohë. A janë pellda si në shpet, do me thonë? Më të mira se shpet, tash dalin tamam këtu si detit. Kur shkojsh në dorë, ose në Velipoj, këtu e kanë qaqije. Në të Kosovës më të mira, po besoj i pojmë ako? Po, ka rënë gjithë. Këto mirë që vinë edhe të mija, edhe familjarë, edhe i kërkujnë special, sidomos verës në lusin që të në edhe në këtë verës, se shkojnë, por nuk po ka mundësi, për shkak se fuqia punëtore është pak ma e dopt edhe s'po mujna mi arrit gjitha. A vinë mërgjimtarë, shumë kur bëhet stina e dimrit? Po tash, do më thonë, në 10 orë fillojnë, do po vinë edhe më herë, se po ndryshojnë edhe atje kunat, po vinë shumë. I falenderoj shumë, na vizitojnë. A më nëshme na e kalzu në historie që të kam met në mene këto me mishteri që e ke pas? Una është interesant, jam shumë i kënaqur me do diasporës, sepse me të vërtet kanë kulturë dhe na kanë befasu se kur kanë orë tash verës, na kanë pru dhurata, diçka që na kalon kështu shumë brejsat mira. Edhe do më me mirëpikjen tonë familjare, ku unë punoj me grua dhe me fëmijë pak që na ndihmojnë, na kanë befasu. Çaq mirë do më kena kalu dhe na binë edhe dhurata. Kjo është për neve diçka shumë interesant. Не во всеми.